Gjithashtu... Veçantitë, zoti Abdixhiku, marrëveshje klasike, apo i lutet vetëvendosjes për të bashkëqeverisës? Po, tash nuk e di nëse mund të kuptohet, por dihet që partitë politike garojnë për me hyrë në pushtet, qoftë edhe si parti e parë, ose edhe si parti e dytë, ose e tretë, dhe LDK-ja ka po gabimin që e ka bërë pas nën shkurtit, edhe normalisht që marrja pushtetit do të themi pak a shumë do të mbulonte këtë dështimin që ka psu, edhe do t'ishte prej pushtetit, do t'ishte mbase shumë lehtë, themi, organizimi i brendshëm partijak, largimi paknasive eventuale edhe e të tjera. Është gjithashtu interesante se tash nëse edhe vitin 2021 binomi Kurti Osmani ishte paraqitur si ndryshim edhe si shpresë për Kosovën, tash pikërisht vihet Kurti pak a shumë ai personi që po e kalkulon edhe një mandat të dytë ose jo për zonin Osmani. Gjithashtu edhe opozita te disa ka kritiku Kurtin, të thëmë vazhdimisht me termin anti-amerikan, pikërisht Osmani ka qenë linja që ka mbajtur një farë forme gjallë këtë linjen e komunikimin, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe muajve të fundit ka pasur një aktivitet të jashtëzakonshëm që i kanë sjellë edhe dobi Kosovës. Pra nëse duhet një person që i mbon lidhjet e ngushta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që do të ishte problem edhe për partitë opozitare ta mbështesin një mandat të dytë. Por pse, Sadiku, pse u venet ky binomi Kurti Osmani? Pse tash nuk ka një qëndrim të plot, gojë plot nga vetëvendosja për zonën Osmani? Po, Kurti është në mesin e politikanëve që nuk harron. Dhe deklaratat e zonjës Osmani pikërisht në foltoren e Kuvendit Kosovës në fjalimin e saj vjetor me lojën e Bigjozit duket që mund të jenë piknisja e dallimeve të mëdha, por gjithashtu edhe suksesi i saj në arenën ndërkombëtare mund të jetë peng për kryeministrin Kurti, që megjithatë aspektin e diplomacisë së jashtme nuk është që ka pasur ndonjë rezultat, nuk është që ka pasur takime, nuk është që është shpritur në shtëpinë e bardhë, dhe gjitha këto mund të jenë pengesë për Kurtin edhe për ta eliminuar zonjën Osmani pikërisht dhe për sjellën më pastaj një figurë tjetër që do të riniste prej fillimit një mandat politik, që në kësaj rasti duhet kohë me i kriju gjitha lidhjet edhe raportet me aleatët ndërkombëtar. Gjithashtu si emër ka qenë i përfolur edhe Glavko Njuca. Tash ai është emëruar, pra janë dy figura realisht që tashmë nuk është që po përmenden si potencial, edhe Konjuca edhe zonja Osmani. Kush mund të jetë ky personi tjetër? Më pastaj prapë pikërisht betet më pak nga këto takimet që janë paralajmëru ditëve në vazhdim ndërmjet vetëvendosjes Kurtit, Hamzës, Abdixhikut e të tjerë. Nëse do të futet mbase në diskutim edhe aleanca deri në këtë moment është përjashtu, por numrat e vegjël në kuvend me gjas është pa llogaritshme. Por a mund të jetë përcaktuese nëse me LDK mund të ketë marrëveshje, pse jo dhe AKJ përbëjnë numrin e nevojshëm pak a shumë? Nuk e përbën sepse marrëveshja është me LDK-n. Dhe prandaj problemi është ky, Kurti nuk e ndon pushtetin e vet me kërkë. Kjo është çaja që po thot ai. Por dëshiron të shmang zgjedhjet. Kompromisi ku do të jetë? Jo, të shkojmë me radhë. Sa arrita të kuptoj deklaratat e tij janë si vjen. Kur i kanë garuar bashk, kanë fituar bashk. Dhe Kurti, ju e dini, është marrë personalisht për të gjetur një deputet për të krijuar korumin në atë kohë. Dhe ka ndodhur kështu saj. Një deputet nga Partia Demokratike e Kosovës ka ardhur, shtuar këtu edhe disa deputet të Lidhjes Demokratike që qëndruan në sallë dhe votuan kundër, por gjithsesi u bë korumi, sepse gara ishte me